Në këtë përvjetor të rëndësishëm, shtëpia Muze e Vëllezërve Frashëri u bë qendër e aktiviteteve kulturore, ku u mbajt konferenca kombëtare kushtuar trashëgimisë së jashtëzakonshme të Abdylit, Naimit dhe Samiut, tre shtyllave themelore të identitetit kombëtar shqiptar. Shoqata Adhetare Kulturore Mbar Kombëtare e Vëllezërit Frashëri, Bashkia Përmet, Kryegjyqata Botërore Bektashiane, Shoqata Zëri Dadan, Komuna Rahovec. Ndër këto vite kemi organizuar 28 evente të tilla. Frashëri jep mesazhe kombëtare që kumbojnë në ndërgjegjjen e shqiptarëve, për cilën nga historia dhe historianë shkencëtar të mirëfill, që duhet të mbeten të gjalla ndër ne, të dukshme, të kuptueshme e pasqyruese nga vizitorë, turistë, të pasionuar të kulturës apo të interesuar të tjerë. Sipas një interesimi intelektual të profesor Rukës dhe mbi ide të hartuara e formuluara nga profesor Bundo e Diana Çuli, Akademia, në partneritet me Bashkinë Përmet, Ministrinë e Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit, Shoqatën Kulturore Adhetare Vëllezërit Frashëri, zhvillon sot forumin Idet dhe Mesazhet Kombëtare të Frashërit. Vëllezërit Frashëri mbeten krenaria e kombit, trinomi që bashkoi historinë, kulturën dhe letërsinë shqiptare si një trashëgimi e përjetshme.